Kur jeri shpallja e pejgamberit alayhis salatu wasalam, edhe ai ka plun nga frika. Çfarë po ndodh? Çka është kjo? Një melek e shtrëngoi, i tha lexo, nuk di të lexoj, prapë e shtrëngoi lexo. Situatë jo e lehtë, e vështirë. U djersit nga frika pejgamberi alayhis salatu wasalam, e kapën ethet. Shkoi tek shtëpia e tij, te gruaja e tij Hadixha, i tha, "Më mbuloni, se diçka e madhe ka ndodhur." Në këtë situatë që pejgamberi nuk dinte çfarë po ndodh. Shikoni, nuk dinte çfarë po ndodh, nuk dinte çka po më ndodh, nuk dinte çka është puna. Çka i tha Allahu te barek ve taala? Kumi lejla illa qalila. O ti që je mbuluar, o ti që je në ethe, ngreto, e falu. Lidhur me Allahun te barek ve taala. Nga se këtu është zgjidhja, këtu është siguria. Fillo kështu me i kuptu gjërat, fillo kështu me i analizu gjërat, fillo kështu të pozicionohesh në raport me atë që po ndodh. Këtu është fillimi, pastaj vazhdo tutje për atë sa të përket në duhet, mi për fillimi është tek Allahu te barek ve taala. Ktheu tek Allahu xhalla ora, ngritu dhe falu. Lidhur me Allahun te barek ve taala. Shpesh edhe dëgjojmë situata e kriza që po ndodhin dhe njerëzit pastaj kapluhen sigurisht nga frika e paniku, po thuaj se gjërat ndodhin që çdon dikush për njerëzve. Haron Allahun te barek ve taala. Habitet. Nëse Allah më thon që të kthehemi tek Allahu xhalla ora, ktheu pas fillimit tek ai, nga se asgjë nuk ndodh pa lejen e tij. Nuk ka forcë që mund të ndryshon gjykimin e Allahut azza wa jall. Nuk ka fuqi që mund të ndryshon caktimin e Allahut te barek ve taala. Prandaj ktheu fillimisht tek burimi i forcës, tek burimi i optimizmit, tek burimi i lumturisë tënde, i qetësisë dhe i sigurisë. Ajo është namazi. Kthimi tek Allahu te barek ve taala.